Përmirësohet situata me energjinë elektrike në qarkun e Korçës, pas punës së 11 grupeve të OSHE-s, të cilat u shpërndan në të gjitha zonat problematike. Ditën e sotme është siguruar furnizimi me energji elektrike për pjesën më të madhe të familjeve dhe bizneseve, ndërsa aktualisht vetëm 116 familje kanë probleme me furnizimin. Këto familje ndodhen në disa fshatra të Pogradecit dhe Ersekës, por edhe në këto zona është duke vjuar puna për riparimin e dëmeve dhe rikthimin e energjisë elektrike. Nga ana tjetër, përmirësimi i situatës së motit ka bërë që edhe situata në akset rrugore kombëtare të jetë më e mirë, pasi gjatë natës është punuar nga firmat e kontraktuara për mirëmbajtjen dimërore, duke e pastruar dhe kriposur të gjitha akset për të siguruar qarkullimin normal të mjeteve. Prefektura e qarkut Korçë informon se sipas raportimeve nga strukturat përgjegjëse, nuk ka shkolla të mbyllura dhe procesi mësimor vjon normalisht në të gjitha institucionet arsimore të qarkut. Në lidhje me situatën e akseve rurale, raportohet nga emergjenca civile të Bashkisë Maliq se në njësinë administrative Moglic, si pasojë e shkarjes së dherave, është bllokuar segmenti rrugor lidhës i fshatrave Kodras, Peshtan dhe Protopap. Strukturat përgjegjëse të bashkisë ndodhen në teren dhe po marrin masat e nevojshme për zgjidhjen e problematikës dhe hapjen e rrugës.